Sot në mbledhjen e rregullt të bordit të drejtorëve në Gjakov, Tor Hoxha, drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, ka dhënë ndorheqje nga ky post me arsyetimin se është detyrë me përgjegjësi të madhe nga një situatë pa tolerueshme e trashëguar nga ish-qeverisja dhe se kanë bërë nxitim në pagesën e borxheve të trashëguara. Sipas një komunikate të lëshuar nga Zyra për Informime Kuvendit Komunal të Gjakovës, këtë dorëheqje ka miratuar kryetarja Mimoza Kusari Lila, të cilën e ka vlerësuar si të moralshme dhe se njëherësh ish drejtori ka qenë viktimë e kontratave kornizë. Njëherësh Kusari Lila ka kërkuar nga drejtorët komunal të përgatisin materialet tenderuese me kritere të reja, specifika për tender të bëhen duke përfshirë edhe ekspert nga jashtë institucioni komunal dhe mos të merren si kritere specifika tenderuese të ish-qeverisë. Për sa i përket procesit auditimit dhe planifikimit të pagesave të borxheve aktuale, kryetarja Mimoza Kusari Lila ka pohuar se tani për të 5ën herë do të përsëritet kërkesa për auditim të jashtëm dhe se borxhet e vjetra të mos paguhen pa u bërë vlerësimi punëve të kryera dhe të gjitha borxhet ndaj operatorëve të trajtohen një nga një.